Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdimisht besimtari musliman duhet ta këshillon vetveten që veprat e tija që i bën edhe në raport me Allahun krijuesin ton, edhe në raport me njerëzit, të jenë sinqerta. Të mos kenë qëllime tjera përveç fitimit të kënaqësisë së Allahut. Urdhër i prerë fetar në shumë ajete kuranore dhe shumë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të gjitha ato që i themi dhe i bëjmë, edhe në raport me Allahun, edhe në raport me njerëzit, që jenë sinqerta. Të mos ketë hisen këto njete asgjë prej përfitimeve të kësaj bote, përfitimeve materiale, apo të famës, apo të pushtetit, apo të autoritetit, apo të lavdit, apo çka do që mundet me ardhë si përfitim nga ai veprim apo ai që ti e thua. Këtë këshill ja tham vetvetes fillimisht. Edhe me te këshilloj çdo besimtar që vazhdimisht pa ndërprej të kontrollon niyetin e tij, qëllimin e kësaj që e ka thonë, qëllimin e kësaj që e bën, qëllimin e kësaj që e planifikon. Vazhdimisht duhet të kontrollojmë niyetin ton dhe të insistojmë që të jetë i pastër, i kthjellët, i dilir, të mos ketë mbrenda tij niyetit asnjë njoll, syefaqësie, apo dëshirë për lavd, apo dëshirë për famë, apo dëshirë për autoritet, apo dëshirë për përfitime materiale, apo dëshirë për pushtet e kështu me radhë. Realisht, ky është një xhihad i vazhdueshëm në të cilin duhet me vazhdu besimtari. Xhihad me nefsin e tij. Xhihad për të ruajtur pastërtinë e niyetit të tij. Të gjitha veprimet tona, ajo që zë vend, edhe vlerësohet, edhe peshohet, është niyeti i sinqert. Andaj dietarët e devotshëm nga brezi i artë i selefit kanë thonë, sa vepra të vogla i ka zmadhu niyeti, dhe sa vepra të mëdha i ka zvullu niyeti. Andaj të ruajmë niyetin ton, që t'i gjejmë të gjitha ato që i themi dhe veprojmë të plota në peshorën e llogarisë ditën e Kiametit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.